Zotri Kryetar, Federata e Atletikës është pranuar në Federatën Evropiane. Cilat ishin përpjekjet deri te kjo njohje? Them të drejtën, ne si Federata Atletike e Kosovës me që në sportin e atletikës shkon nga lart poshtë. Ne me 19 tetit këtij viti me Peking, ku ishin prezent 3 delegat dhe të barabartë me të gjitha federatat e tjera, u prenum në IAF, do të në organizatën më të madhe botërore apo në shtëpirë më të madhe botërore të atletikës dhe u bëm federata e 213 e cila figuron si e barabartë në botë. Pas federatës botërore, do të në IAF, ne kemi bërë kërkesë edhe në Federatën Evropiane, e cila u mbajt në Lozan të Zvicrës, ku me 16 dhjetit këtij viti aty u prenum si të barabartë në Federatën Evropiane. Me që shkon nga lart dhe poshtë, do të nga Federata botërore, Evropiane dhe Ballkanike, ne kemi bërë kërkesë edhe në Federatën Ballkanike, ku sigurisht do të presmi që këtë muaj apo muajin tjetër besoj që do të jemi në një vend tjetër ku do të pranohet aty. Them të vlen të seksohet që në Peking, gjatë qëndrimit tonë, jemi pranuar edhe në Federatën Mediterane, ku për shembull bëjnë vetëm shtetet mediterane, edhe Kosova bën pjesë aty. Por ende nuk e kanë, edhe pse janë votu, ende nuk është konfirmuar definitivisht. Federata Atletike e Kosovës ka bërë të pamundur që nga viti 1990 e këndej, ku vepron si e pavarur, dhe deri me tani rezultatet janë këto të cilat i ka më parë. Sa klubi ka Federata Atletikës? Federata Atletikës ka momentalisht 18 klube. Figurojnë, do të gravirojnë her më lart, her më poshtë, sepse kushtet e bëjnë vetën dhe kështu tani për tani vetëm 18 klube janë. A kanë kushte klubet për ushtrimin? Pa si që din opinioni gjërë, që mirët me sport, them kështu të bukfalisht, klubet janë një gjendje të them mos të mjerueshme shumë të vështirë. Sepse vetë duhet të organizohen, bashkitë lokale apo komunat, apo bashkitë shoqërore politike, nuk kanë fuqi apo ndoshta ndonjë interes që t'i furnizojnë apo t'i ndihmojnë apo t'i përkrahin pak më tepër si nga aspekti material, por edhe ashtu nga aspekti infrastrukturor. Do thotë klubet veprojnë me dëshirën e atletëve, të trajnerëve dhe heqëve të klubeve, më tepër se sa nga ndihma që cila ju janë nga bashkitë shoqërore politike apo komunat. Ju si federata keni pasur ndihmë nga shteti? Unë që tani mujmi të falenderoj sepse kryesor ta quaj ndihmës i Federatës Atletike të Kosovës, të cilët i kemi mbajtur garat dhe jemi këtu ku jemi, është Ministria për Sport e Kosovës, Departamenti i Sporteve, i cili ka qenë thjesht për krahas dhe ndihmës materialisht dhe në mënyra tjera, të cilët duhet posaçërisht të jem mirënjohës, por ndoshta sa kem pas nevojë nuk ka qenë, po sadokudo ka dhënë vetën e ka dhënë. Klubet e Kosovës a janë përgatitura për pjesëmarrje në gara evropiane dhe botërore? Unë them të drejtën, kem pak klube që kanë atlet cilësor, po shumica kanë atlet, por jo edhe cilësor, ndoshta sepse edhe kushtet janë objektive dhe subjektive, do të infrastruktura, gjendja materiale, kushtet elementare kanë bot vetën, por ne kem disa atlet që vërtet na kanë dhënë thjesht fuqia apo dëshira e tyre për të marrë pjesë jashtë, besoj që jemi një ndër këtu sigur të regionit në Ballkan. Ja në Peking, ku është marrë kongresi i 51 me radhë i IAF-it botëror, aty ka qenë edhe atleti Musa Hajdari, i cili ka qenë i pari atlet i cili ka përfaqësuar Kosovën në mënyrë të denjë si Republika e Kosovës si federatë e posaçme dhe ka qenë i 21 në kampionatin botëror në atletikë. A mendon që tash me pranimin e Federatës Atletikës, në Federatën Evropiane dhe botërore, maratonet do të ketë jehon më të madhe se sa që ka pas më herët? Them të drejtën, ne i kemi organizuar të gjitha garat pavarësisht që kemi qenë antar as ballkanik, as evropian, as botëror. Sepse ne kemi ditë që një ditë sigurisht do të vijë, andaj gjysmaratona e Prishtinës ka filluar apo gjysmaratona e cila është e vetmja në Kosovë, që është me 21 kilometër, ka sjell atlet cilësor
nga e tërë bota. Do të ka qenë me karakter ndërkombëtar dhe moton qysh në 2001, kur ka fillu kjo maraton, e kemi mërtuar për tolerancë dhe paqe. Sepse ne vërtet kemi pas nevojë ky popull, edhe jo vetëm atletët, por ky si popull kemi vujt nga peripetit që kemi pas nga të tjerët, andaj në këtë garë kemi treguar rezultate shumë të sigurta, shumë të mira, edhe shumë të arritshme, sepse kemi arrit me pru atlet të mirë dhe kanë qenë përfaqësues të shteteve edhe ata të cilët kanë punuar këtu në Kosovë, kanë marrë pjesë në këtë garë, ku ka qenë diku vitin e kaluar 1450 garues. Federata Atletike e Kosovës organizon këtë në bashkëpunim me Ministrinë për Sport e Kosovës, gjithsesi Departamenti i Sporteve, si dhe me komunën e Prishtinës, me që është në Prishtinë, do të organizohet në Prishtinë, por nuk kanë munguar edhe të tjera të cilët na kanë ndihmuar fusha e Kosovës, Obiliqi e të tjera, të cilët të organizojmë si dhe donatorët edhe nga Ministria, por edhe nga të tjerët, sidomos Procredit Banka prej ditës së parë e deri me vitin tashëm që po e lam, ka qenë donator i dytë në organizimin e kësaj gjysmaratone ndërkombëtare. Zotëri Bezara, keni ju disha përcaktuar për fund? Unë i përshëndes të gjithë ata të cilët do dojnë sportin, e mas tepër me ata që dojnë mbretëreshën e sporteve, sepse atletika është mbretëreshja e sporteve, të gjithë ata të cilët mund të ndihmojnë si mediat, ku i falenderoj përgjithsisht mediat, të cilat kanë kontribuar, se ka disa media që nuk as që kanë qenë të ndihmojnë Federatën Atletike të Kosovës apo atletët, por ata të cilët kanë dhënë kontributin e tyre përgjithsisht, sepse neve që jemi hinë analin botëror të këtij sporti mbretëresh dhe nuk do të ndalet. Me hyrjen në këto anale, besoj që kjo gjysmaratone dhe garimet të tjera që do të bëhen në Kosovë do ta kenë një karakter zyrtar, ta quajmë zyrtar sepse janë pranuar zyrtarisht. Dhe i falenderoj juve për zemërsisht. Faleminderit për ta. Urime. Faleminderit juve.